Ftoft të bo. U këthym ndimer. Si jeni? Jemi të shpis, Po. që e ndjem këtë lirin. Kështu prej kur më the Safire, thash ka u bopi. Plus ta roll, vjen gati se heq. Tash mos më ka skadu kontrata. Ta japim lajmin që shtu publikisht, transparent jemi. Ja se kuptova, thash pëse më Safire une. Po, dhe ka. Që shemi disponim Antigon? Miriam bësh ftoft ke, edhe ftoft ke edhe dje, e pak kështu, rujni pi gripave njerëz. Edhe a pishet dhe ishin në rani gumat me 15 mars. Kush me ndru, bre? Më prill bje mor. Rani gumat e dim këtë. Antigon, ata është vetë se është data 29 mars, për hymë në muajin prill. A e bëm një parashikim mujor, fillimisht, qëfar eventësh planetare ka me pas gjatë muajit prill? Nëse do na mi shiku muajin prill, i kemi disa evente të cilat kanë me ndodhë gjatë këtij muaji. Eventi kryesor ndodhë fare në fund. Është një full moon, ose një hane plot e cila ndodhë me datën 2, në muajin prill, dhe ajo do tjetë hane plot e cila në fakt me dojë mos ka me na bind që na jena në rrugën e duhur edhe që duhet me vazhdu në drejtimin e ri i cili na u ka shfaqë në vitin 2026. Është data 9 të muajit prill, e kemi këtë marsin i cili ndron shej edhe vjen dash që fillon një cikël të ri. Do të thënë marsi është energjia jone vullnetit. Pa marsin na nuk do të kishim pas vullnet me u çu prej shtratit. Marsi i sundon 2 sheja, e sundon dashin, që i bjen më ardhë marsin shpit vet, edhe e sundon akrepin. Për dallimin mes marsit në dash edhe marsit në akrep, është se për shembull marsi në dash na bjen aktivitet ditor, kurse marsi në akrep na bjen aktivitet të mramjes ose të natës. Ma shumë jemi aktiv me ndërisht e tutje. E kemi një tjetër event e cili do të dikur rreth datës 15 të muajit prill, ajo është Merkuri i cili po është del në dash. Këta planeta janë planetat e cilat afërsisht ka një muaj rrinë në njënën prej shejave. Që i bjen me thanë që edhe Merkuri po përfundon ciklin e vet vjetor edhe po del sërish në dash, se dashin e kemi shejin e parë edhe fillon një vit i ri aktiv. Merkuri është informat, është teknologji, edhe ai po ashtu po fillon ciklin e ri në 2026, sepse kemi tregu javën e kalume që po fillon viti i ri astrologjike. Tash e pi bashkangjitin edhe planeta tjera. Kësaj radhe na të fol për datën 15 të prillit, edhe mi të fol për planetën Merkur, e cila ka qenë retro deri para pak kohë, e dim. I ka dhe 2 udhëtime tjera gjatë vitit retro, të cilat kena me ju informu, pa merak e keni. Ata ndodhen diku pak ma vonë, njëna është diku në verë dhe tjetër është diku në tetor nëntor. Antigona, para se me fillu, desha me të pyet shkaku i ndrimit të orës. Ndikon diçka dhe në astrologji? Jo, llogaritja e kohës të na, po mendoj është ma tepër toksore, planetat e kanë udhëtimin e vet, nuk ndikojnë. Ajo bëhet puna e ekonomisë edhe puna e fuqisë punëtore që me punu ma gatë ose ma shkurt. Nuk ka të bajnë me planetat. E kemi edhe një event tjetër i cili ndodh gati fare në fund të këtij muaji prill, ajo është Urani i cili mas 7 vjetëve po ndron vend. Edhe Urani është planeta e befasive, rebelizmit, gjanave të papritura. Në një farë mënyre të lifestyle-it të ri, për të cilin do të flasim, kemi folë në fund vit për këtë ndryshim të madh që do të ndodhë në fund prillit, edhe do të flasim normalisht kur vjen koha edhe për atë event. Fillimisht sot kena mu marrë me hanën e plot e cila ndodhë me datën 2, që i bjen me thanë në këtë javë. Hana e plot ndodhë me datën 2 në shejën e peshores, kurse përballë saj është hana e re me njerë mas 15 ditëve e dimë, që është data 17, ndodhë në dash poshtë. Kemi shumë evente në dash, shumë planeta në dash, shumë mundësi për universi që të fillojmë sa në të reja, sepse dashi është iniciativë në fakt.
Çfarë sinjale kam na sjell këto evente Antigona? Çush kanë me u manifestu? Dhe më thënë, na gjithmonë duhen me di që cikli hanor është gjithmonë përballë shejave njëna me tjetrën. Dhe më thënë, nëse është full moon kënej, do të me që një moon anej, përballë njëna tjetrës, edhe kësaj radhe e kemi në linjen 1 dhe 7, që i vjen më thënë, nishi është dashi, kurse shtatshi është peshorja. Edhe nishi është unë jam, kurse peshorja është unë edhe partneri jam. Çfarë do lloj raporti, i cili është shumë i rëndësishëm për neve. Dhe më thënë, kjo han e plot ka të bëjnë ekskluzivisht me raportet tona, tash më thënë, dashurie, martesore, qësi, ortakrie, qësi. Partner. Partnershipa. Kjo han e plot ka të bëjnë direkt me këta. Edhe kam ndikuar në të gjithë neve, shpo më shkruan bre. Shkruani bre me sa ba. Mos le të thirr se më shkru. O përsheni se është në emision? O dhe. A kena i këshilla Antigona për gjatë këtij cikli të hanës së plot që me ndjek një rregull partner ose mos me ndjek? Na i kena trigu ritualet të cilat bëhen në hanën e plot, po i përsërisim për ata që si kanë për ata të cilat nuk i kanë ndëgju. Hana e plot shërben për të lënë pas gjërat të cilat na nuk dona me i kultivu mo, ose nuk janë më të nevojshme, po nuk janë të... Nuk na shërbejnë. Nuk na shërbejnë në një mënyrë ose në një tjetër. Mos me ushtrëngu fort për kur gjo. Unë e kam një shprehje shpesh, e thëmë shoqeve të mija, mos e shtrëngo që të gotë. Ti po dënë mirujt, edhe e shtrëngon shumë. Të nkon, ti të e shtrëngu për mirujt e plas vetë. Kështu që është mirë që në këtë hanë të plot ti lëshojmë gjanat e cilat neve na doken të rëndësishme, sa e mirë kafja. O, të boftë të mirë, të ka këfill me mëngjes. Më kënaqi. Të boftë shknejt. Edhe është me rëndësi që na të lëshojmë gjanat e cilat na mendojmë që pa ta nuk mundemi. Nuk ka gjana pa të cilat na nuk mundemi. Në fakt, nëse na sfidon universi për me i përfundu disa gjana, të cilat na spodoj me i përfundu, atër na detyron në një farë mënyrë. Kjo është hana e plot, mbushet kupa. Është ai momenti kur universi bën lirohet. Momenti kur është hana e re, mushet entuziazm, nis diçka e re, dhe më thënë momenti i hanës re duhet me nis gjanat e cilat na kena nevoj me i rrit, qofshin ata edhe bim, me mjell, gjanat e cilat dona me u rrit, kurse hana plot shërben me gjujteshat vjetra që s'na vynë mo, me i fshi telefonat, me i pastru fotografit, me i pastru... I refresh në gjithë shkaje. Dhe më thënë, është momenti me i hek senet e cilat nuk vynë mo. Unë po flasë fillimisht për teshat ose për çka do tjetër që kemi në shtëpi, që po rrën teglat e vjetrat kastravecave që i kemi lona të... Të shive. Një start i ri për gjithë shka. Hajtë se kajnë me na vyt, jo, me rriqojnë poshtë në garazh, ose heki krejt, mos bonja poster vetës, bonja... Leni hapsin energjisë re me ardhë, duke liru venin për një energjit vjetër e cila është lodhë, edhe nuk po shërben mo. Antigona, diçka tjetër që kom dëgju gjatë hanës së plot është se shumë njerëz ose smuan ose kanë kokë gzimbje. Pse ndodh kjo? Po hana e plot ngrit nivelin e ujit në tokë, e kemi spjegu këtë disa herë. Nëse hana ndikon në batica dhe zbatica në ujnë përgjithësi në tokë, atër duon na e dim që jemi organizmi jonë është afërsisht 80% ujë, ndoshta edhe ma tepër, se herë po thojnë 88, herë po thojnë 90, herë po thojnë 72, po që aty diku jemi 80. Nëse organizmi jonë është ujë në atë përqindje aq të madhe, është normal që shejat e ujit me sidomos ndikohen nga ajo hanë e plot, më së shumë t'i gaforja, e cila ka sundus në fakt hanën, edhe niveli i energjisë rritet, duke u rritë niveli i energjisë, rritet adrenalina, dopamina, e gjitha këto hormonet, të cilat na bojnë me qenë ose ma euforik, ose ma të lumëtën, ose ma të... nëse kemi halën më të ngarkuar, e tutje. Po më përgjithësi, niveli i krimeve në botë ndodhë me tepër kur janë hanat e plota,
edhe është e vërtetume, është me statistika, hana e plot për ata të cilët ndihen që kajnë problemet e pas gjithura, është mirë mos me pru vendime në ndikimin e hanës e plot, po ashtu për pare është e mirë, kemi kallëzuar ritualin me pare të cilën Pare në kuqe. e kena bo po, po e mundet më bo në çdo hanë të plot, edhe kështu. Kështu që kjo është ajo që ka ndodhë kur është hana e plot, edhe për që ato duhen e më kam si kuriozitet fëminor, pse edhe ujku është si simbol kur është hana e plot? Po ujku del, po e di se, po kjo është ajo, këta e në ta mitet tona, ujku në fakt e ndjen, është qenje e gjallë njëjtë si na të gjithë, dhe e ndjen hanën e plot, po ashtu edhe qenë të ndjenjë, i kena pa që janë ma agresiv, janë ma lypin ma shpesh me dal jashtë, janë ma agresiv, janë më gjallë, më aktiv. Më aktiv, edhe hanë, edhe macat, edhe gjitha kafshët janë ma... Sidomos, për shembull, kur e kemi në hanë e cila është shumë afër tokës, ose shifet shumë, ndikimi i saj është më i madh, ka njëherë në hanën e plot nuk e shohim gjithmonë, por kur është në rajonin ton e dukshme, atëherë ajo është më aktive. I shefti edhe që janë dasak, që janë më vrullshëm, më shpejt ecin, edhe në përgjithësi gjanat më aktivizohet, diçka e cila na, në fakt hana, është ndërdia jonë, është frika jonë më e madhe. Simbolizon në hartën tonë natale si të femna, si të mashkulli, nanën. Ajo simbolizon energjinë primare dashurore, dhe më thanë, na fillimisht mësohemi në jetë me dashuru nanën tonë. Raporti cili është indikacion për të gjitha tjerat. Dhe më thanë, qëfar raporti kemi me nanën, qësi raporti kemi me të gjitha të tjera. Personat të tjerë. Po, të shmbaret ajo, se Kalujmë pak edhe te parashikimi javor, nisi me shenin e parë se gjithmonë është dashi. Dashin e kemi në raportet e sfiduar, edhe në pozicionin e tyre në raportet e veta. Dhe me thanë, një dash e ka hanën e plot e cila po i ndodhë përballë, ajo është peshorja. Përballë ti është fusha e 7. Fusha e 7, në thamë që janë raportet, dashi në përgjithësi në këtë pranverë, do të ketë shumë gjana të reja për ta, shumë jo aktivitet, po vullnet për me ndryshu senet. Dashi është ai i cili na hap rrugën të gjithë neve, edhe na duhena me e këqyrë se çka po ndodh me dashat në rrethinën tonë. Nëse e keni një dash në shoqni, në familje, shifeni se çka po ndodh me dashin, edhe cilat janë ata ndryshimet e cilat janë më të pashmangshme. Se kemi fol edhe kemi stërfol që 2025-ën e kemi pas shansën që na me vullnetin ton të ndryshojmë senet. Edhe me këqyrë edhe me njoft mrena vetës se cilat pjesë tonat duhen me përfundu, cilat raporte, cilat në përgjithësi ndryshime duhen me ndodhë që me qenë rahat me veten. Ata të cilët nuk i kajnë bo ata ndryshimet në 2025-ën, i ndodhin befasisht në 2026-ën ose detyrimisht. E tash, na të cilët kemi një dash në rrethinën tonë, mundena me pasë çka po ndodh me dashin, me analizu, me kuptu që çaja do të vinë edhe për neve në një periudhë tjetër të vitit. Këtë cikël e nisë dashi, a? Shumicën e cikleve i nisë dashi. Kujdesin nga dashi do të thotë. Ata janë ata të cilët e trasojnë rrugën për ne të tjerët. Kjo është je ka karakteristikë që e trason rrugën, e hap një derë, mirë po nuk është në gjendje ta mirë mbaj. Dashi t'i vynë, për që ato dashi ka nevojë gjithmonë për partnera, për njerëz të cilët e përkrahin sepse është i destinum për me hap rrugën, mirë po tjerët duhen me mbaj qatë rrugë, sepse ai gjithmonë ka interesime tjera. Dhe me thënë, e hap këtë rrugë, ai interesohet për një tjetër rrugë. Kemi kryeministrin dash. E lem punë gjysma. Bravo. Bravo. Fort ke. Po e nisë një e lenë në matat e tjetra, kjo për bjen që e lenë gjysmë. Po, për që ato jemi në tjertë, edhe 11 sheja, për mi maj që ato që e ka nisë dashi. Demi tash, qka bën Demi? Kemi Demin i cili në fakt në
duhet demin, çka po ndodh me demin, e kemi atë që me demin duhet me ndodh është një vetëdisim i vetes, ama jo në raport me të tjerët, në raport me veten e vetë. Intuit të zhvillume në këtë muj, në këtë hanë të plotë sidomos, nëse shifni ëndra, përpiquni me i majt mend, përpiquni me i shkru, me i evidentu, sepse ata ka një porësi për juve, është një transformim total i personalitetit të demave, për ta po përfundon një cikël thuja se 7 vjeçar në këtë muj. Ka qenë Urani i cili ka pru, ka keni më pse po më shkruni. Çka po shkruajnë për Antigon? A bën me di çka po thonë? Jo bre. Hajt. Lebre Se po na bën me di, e bile tregona. Diçka ka. Jo se o kam dhezët që kjo dritë që zëdhezët Ti kur. përshet dritën edhe një farë buseshe e letë po të vjen ftyrë, çka po të ndikon në Antigon? Apo tani me jo kalzu kush ka shkrua? Po. Albion Naklan. Kush është më kjo? Vazhdoj me transformimin e demit Po, total. transformimi i demit duhet të ndodhë në vetëmi në një farë. Pritet që ata të izolohen për një kohë, që të rishikojnë se cilat janë ata vlerat e cilat ma nuk shërbejnë në jetën e tyre, ndryshimi vlerave, ndryshimi qasjes e tyre ndaj të gjitha problematikave në jetën e vetë, përfundon një cikël 7 vjeçar me Uranin, i cili ka qenë në dem, e në fund të këtij muaji del në bineq, kështu që për demat po vjen një transformim total, për 7 vite me radhë do ta shihni një dem në një fare tjetër, Dimension. në fare tjetër vizion ndaj vetes vetë. Personalitet. Çfarë versioni? Nuk e dim se cili për veti do të ndryshojë dhe do të kuptojë diçka. Qëre, nuk, për që ato astrologjia thonë një s'munden me qenë krejt demat njëjtë, por nuk janë krejt demat njëjtë. Se jo të gjithve mbaret në nsheja, e kemi thënë shpesh që është thuja se më e rëndësishme se sa vetë sheja, edhe mbaret për në nsheja e pozicionit të hanës, pozicionit të Venerës, e gjanave tjera. Nëse flasim për pozicionin e Venerës, flasim për paret edhe dashurin, nëse flasim për hanën, flasim për ndërdijen e frikat, nëse flasim për Merkurin informatat, edhe të shmbaret prej se cilës hartë natale, çka po ndodh. Jo të gjithë demat duhen me pësu ndryshim individual, por vetë demat duhen me pas një ndryshim e tash dikush në punë, dikush në familje, dikush në dashni, në shëndet e tutje. Por transformimi është i domosdoshëm. Kalojmë të binjakt. Binjakët i kemi në raportin e tyre me ata të cilët janë të ri duhet të mësojnë diçka të re. Ata të cilët janë më në mosh duhet të shohin a është ky vend ku janë të jetu, ai vend ku ata kanë dashur me jetu. Disa prej bineqve do të vendosin që të largohen nga vendi ku jetojnë, të shkojnë jashtë vendi, shumë e mundësishme me dalë diasporës, që më thënë në prendim ose diku mu largu prej vendit ku kanë jetu, është një mundësi e mirë që të krijojnë një rreth fare të ri shoqëror, është me rëndësi që të kuptojnë që shumë çka i ka rrethu ata, nuk ka qenë në vendin e duhur, edhe tashmë duhet të krijojnë një fushë të re të njerëzve me të cilët ata komunikojnë, punojnë, shoqërohen e tutje. Për shumë prej tyre ka të bëjnë me vlerat e reja jetësore, qëllimet e reja jetësore, edhe ka të bëjnë me pikpyetjen se a është vendi ku jetojnë ata, a i duhuni edhe a duhet me ndru vend për me jetu. E dilema që nga binjakt. Po. Gjithmonë binjak, hesabi. Binjak, po, me dy pole. Gjithmonë janë të ngrehun edhe për këto edhe për atje, nuk janë kur të lidhën vetëm me një vend. Është Gaforja. Po, Gaforën e kemi shumë të dedikuar në karierë. Thuja se është e pamundën që Gaforët të cilat kanë investu ose kanë mendu që të ndryshojnë diçka në pozicionin e vetë në karierë, jo në familje, ata gjatë 2025 nëse kanë pas shansën, kurse tash po vjen kulmimi i asaj shanse nëse e kanë marrë. Sepse na gjithmonë duona me thanë që universi na i hap mundesit, por nëse na flejmë, edhe mjo vëlla po pritoj, me marrë përsipër rrezikun, sepse për të ndryshuar çka do duhet me marrë përsipër përgjegjësinë edhe rrezikun. Ata të cilët kanë guxu,
ata do ta kenë një kulmim të atij guximit. Ne i njohim Gaforrën si shej I cili e ka frikën shumë të madhe edhe është problematika e vetme e Gaforrëve është frika. Në qartë. Edhe ata të cilët kanë arrit me menaxhu me te I kalu në 2025, në fillimin e 2026, me guxu me I thonë të vërtetat e veta, me guxu me I shpreh dëshirat e veta, me guxu me andru planet e mëdha. Ata në këtë prill e kanë shansen shumë të bukur që të ripozicionohen. Dëgjoni mesazhin. Edhe të krijojnë vërtet një të ardhmë shumë të bukur për veten. Kalojmë te Luani. Luanin e kemi në poshtu të sfiduar në që Luani duhet me marrë shkolla ose mësime të reja, nështë është pak jo të gjithë janë në pozicionin me qenë në shkollë, hala në studim ose çka do tjetër, por ekziston gjithmonë një diçka e re për të mësuar, një skills I ri, aftësi e re. Mendoj që Luana duhen mu fokusu pak ma tepër në këtë pjesën spirituale. Kajnë nevojë sepse Luanat janë njerëz konkret. Ata ose keshin ose kajnë, nuk kanë mes. Janë gjithmonë njerëz të cilët e kanë zërë me gjetë mesin, ose dënë ose nuk dënë. Njerëz të cilët nuk rajnë kur, e kanë shumë të zërshme me rajt, edhe e kanë shumë të zërshme me u bo falcë. Se I vjell ajo për organizmit, vetë janë cundum prej djellit, edhe djelli është transparencë. Nuk mundesh me thonë diçkafi që I bjen djelli e të si e të ja pa deri detalin më të vogël. Kur ti bjen djelli që sa I gotë, kemi ja pa deri detalin më të vogël. Po qaj djell krijon edhe hije. Edhe tash gjithmonë I ka të dyja anët. Kur flasim për Luanin, Luani ka nevojë që të fokusohet pak ma tepër me lexu gjana të cilat I interesojnë fakt, që janë mistika, çka diu ne, astrologjia, gjana të cilat I interesojnë fakt, po Luanat kur nuk kanë mjaftuar shumë kohë. Sepse ata janë gjithmonë të angazhuar për me I arktu të tjerët. Edhe të tjerët mundi bukur në prezencën e tyre. Pëse më këqërë dhe që më s'kash. Morda, maroj të më këshirë se kretë. Jetu e arsuetunë të gjithë në sferat të moqme. Nuk është të arsuetu, është të thotë vërtet. Pse dhe që të arsuetu, kërkon. Vazhdojmë. Shtë duhemi na. Unë edhe harroj se cili jeni cili shej. Unë Luani. Luani Peshko. Më falë, atër nuk e arsuetova, po kalzoj që është ndihet një Luan. Edhe për Luanat është mirë që të ekziston diçka që I intereson Luanit, shumë I intereson. Mirë, po asnjëherë nuk ka pas fokus të mjaftueshëm që të ulet edhe të mësoj që ato. A është fizikë kvantike, a është astrologjia, a është në I lloj misticizmi, apo në I kulturë e lashtë e cila I intereson, po kur nuk është ullë me mësu. E tash këto janë që ata pikat kryesore të cilat universi I thot Luanave që duhet të mësojnë aftësi të reja, për t'i ndihmuar vetes, për t'i kuptuar ciklet në të cilat ata ndodhen, në fakt. Ekziston cikël jetësor, nuk ka diçka në jetë që është kështu që është, jo. Të gjitha janë ciklet të cilat përfundojnë, edhe universi na thirr që të mësojmë diçka të re, të njoftojmë diçka të re të vetja jo, në fakt I bjen me thonë. Në qartë. E kjo është ndodhur me Luanat. Kalojmë te Virgjeresha. Po ashtu edhe Virgjeresha, thujese si Demi, është në një pozicion që të transformoj veten, ripozicionoj, por të Virgjeresha do t'jetë më dukshme kjo. Do t'jetë më dukshme kjo se sa të Demat. Demat e kanë thujese introspektive në përgjithësi, kurse Virgjereshat do të transformohen edhe do të tregojnë se në ku janë kufit e tyre të ri. Do t'i tregojnë të tjerëve se cilat janë kufit e ri të Virgjereshës, të cilat I ka caktu tashmë, I ka pjek në kokën e vetë, nëse nuk I ka pjek, atër do të ndodhë kjo në këtë hanë të plot, edhe normalisht ka gjysa e prillit, që I bjen më thonë rreth 17 prillit, kur ta kemi hanën e re, Virgjereshat do t'jenë të ripozicionume, edhe do t'a mësojnë rrethin e vetë se cilat janë ata kufit të cilat tashmë janë ndryshuar për Virgjeresha. Okej, vazhdojmë me peshorën. Peshorët janë
në pozicion thuja se të ngjajshëm me dashin. E folim që zakonisht hana re dhe hana plot shkon në këtë diagonalin e shejave përballë. Po. Kemi virgjëreshën në të cilën në fakt edhe ndodh kjo hanë plot. Që i bjen me thanë që për virgjëresh, për peshorën, se kem të folë për peshorën, peshorja në fakt do të ketë një mbushje kupe në raporte. Edhe sidomos në raportet të cilat janë të afërta edhe indikative për jetën e tyre ose destinuese. Ata do të ripozicionohen, do të kenë një moment aha, kjo është arsye për çka ka ndodhur të gjitha këto. Edhe i thras të gjitha peshore që ta marrin me të qetë, është një proces i cili duhet të ndodhe dhe ka me ndodhë për të mirën e tyre me të mirë. Duhena me thonë gjithmonë që universi nuk punon kundër një shej ose për një shej, po se cilit për shejave i vjen momenti kur do të ketë më shumë mundësi që të ndryshoj gjërat e veta. Peshorët janë njerëz diplomat të cilët nuk bin vendime pa nevojë të madhe shumë, edhe kësaj radhe për ta po vjen një periudhë kur do të detyrohen që të bin vendime, edhe kjo është. Edhe të ndryshojnë në fakt pozicionin e vetë në raport me partnerin direkt. Kjo është. Akrepi është në radhë? Akrepin e kemi në fushën e pareve edhe të punës e përditshme. Për akrepat po vjen një hanë e plot që i vjen me thanë një moment kur ata, unë mendoj që akrepat kanë shumica atyre kanë ndru punë ose kanë ndru pozicionin e vetë në punën e vetë. Ata janë të thirrur që të mendojnë se a është pagesa e tyre adekuate lidhur me atë se çka po i japin në punën e vetë. Ata duhen të mendojnë që është rutina e tyre ditore ajo e cila i përmbush në një farë forme ose në një tjetër. Akrepat janë të privilegjuar që të merren kryesisht me punën, jo me karrierën, se karriera është destinim afatgjatë, puna është destinimi i përditshëm. Edhe ata duhet të ndryshojnë punë, të ndryshojnë pagesë ose rroga, ose të kërkojnë që të rritet pagesa e tyre, ose kështu, me radhë. Po, përgjithësi ka të bëjnë me vlerat materiale, edhe ka të bëjnë me rutinën e tyre ditore. Ku e hupin ditën, me çka merren gjatë ditës. Akrepi janë Tiguna? Unë jam fundi akrepit, unë trajtohem edhe si akrep edhe si shigjetar, për që ato jam aq e komplikume dhe se ke fort letë me plëcu. Jo, në atë pjesa kontratës. Te, po, më përfundon njerëz, dijeni, më përfundon kontrata në maj. Okej, vazhdojmë me shigjetarin, shpresoj që kontrata veç. Vazhdojmë me shigjetarin. Shigjetarin e kemi të dashuruar. E kemi thonë që në këtë pramber për shigjetarin po vjen një... Tash, çka po ndodh me këtë hanën e plot? I bjen që të një mënyrë ose në një tjetër shigjetari që të njoftoj rrethin e vetë me partnerin e vetë të ri. Ose të vendos që t'i kallëzoj e kundërta, që të vendos që t'i kallëzoj rrethit vetë, që partneri i vetë nuk është, raporti i vetë nuk është diçka në rregull fare. Ose diçka, po i hekim iluzionet edhe po kallëzojmë të vërtetën. Edhe kjo po ndodh me shigjetarin, është në gjendje që të ballafaqohet me rrethin e vetë lidhur me problematikat e veta në fushën e dashurisë. Ose për ata të cilët kanë fëmijë dhe nuk janë në moshën për të dashuruar, shigjetari ka me kallëzu problemet reale që po ndodhin me fëmijët e vet. Edhe, domethënë, në përgjithësi fusha e 5 është dashuritë tona, ku përfshihen edhe fëmijët edhe nipët edhe mesat, edhe partnerat, normalisht dashuror, jo kontraktual, kur jemi me të rinj. Është një ndryshim që po ndodh me shigjetarë të cilët tashmë po kallëzojnë të vërtetën edhe po flasin për problemet të cilat shigjetari nuk ka qef me folë për probleme. Shigjetari është ai optimisti që gjithmonë e gjen arsyen me qenë i lumtur. Edhe kanë qef njerëzit me ndajt me shigjetarin, mirë po jo gjithmonë ata janë të lumtur,
përpiqen me i mbajt të tjerët në atë entuziazmin e jetës, po kësaj radhe për ta do të vjen një moment kur ata do t'i pranojnë problemet e cilat i kanë, ose me partnerin, ose me fëmijët, ose me nipat dhe mbesë. E qartë. Kalojmë te bricjapi tash. E tash bricjapin e kemi bajagi rënë, sepse ka të bajnë direkt me emocionet e veta. Bricjapat kanë thuja se një hand plot emocionale. Diçka emocionalisht po mbushet kështu me, qysh me thonë, nuk ka mos, edhe një pik nuk e nxe aty. Emocionalisht janë të dërmuar, të friksuar, nuk po munden mo me dyru një presion emocional. Edhe ata në këtë hand të plot do të binë vendime që ta shkarkojnë atë emocion, për bricjapat janë njerëz të fortë dhe nuk e shprehin që ata, por duhet me thonë që në këtë full moon ata do të kajnë edhe kani, nuk o marrë me kajtë, kani kur jeni Shtriune. Është ujori më radhë. Për ujorin e kemi po ashtu ujorin si vjetë në dashuri, kamera në dashuri, ka me u qërem. Dikush në rrethin e tyre, do të jetë ai i cili do të kallëzoj se në fakt ti je falling in love, sepse ujort nuk e pranojnë, nuk thojnë unë jam i dashurum. Po gjithmonë gjejnë escape program për me thonë që ja, mu po mdojnë se jo, unë s'pidu ata. Dikush prej rrethit tyre do t'ja bëj me dije ujorëve që në fakt ti je i dashurum. I dashurum. Edhe na e dim që ujorët si vjetë kajnë për të qëtë ata që s'janë dashuru hala, shumë periudhe mirë që me të vërteti ndodhë kjo. E qartë, edhe në fund krejt peshqit. Edhe në fund krejt peshqit i kemi po ashtu të ngjajshëm si me akrepat. Po ndodhë një raport i cili ka të bëjnë direkt me vlerat e tyre, për disa peshqi besa edhe blerje e patën shmërive të mdha, mundësi e re që të gjejnë burime të reja të ardhurave, edhe nëse ekzistojnë ata kanale ku ata mund të fitojnë me tepër të ardhura financiare, duhet t'i kultivojnë ato burime. Jo me thonë, e valla unë tash e kam qitë rrugë dhe mirë jam. Jo, ekzistojnë edhe burime tjera në të cilat ju mundeni me furnizu të ardhura. Normalisht, kreativiteti është shumë e rëndësi, po vjen koha kur vërtet, edhe si pas inteligencës artificiale, të gjitha këtyre që ka po në ndodhë në këtë 2026, ose në këtë vit, në këtë periudhë të jetës tonë, është ajo që kreativiteti është gjëja me vlefshme, e cila nuk do të mund të zëvendësohet me asgjë. Edhe të gjitha punët të cilët kanë statistika, edhe bazohen mbi statistikën, do të përfundojnë, nuk do të ketë më punë për ta. Kështu që kreativiteti respektohet dhe do të vjen të respektu për dita ma shumë. Menzi po pres me po kreativitetin e bardës. Kime po. Faleminderit shumë Antigona për parashikimin tua, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit edhe juve, ju përshëndes, juve, stafin teknik, publikun, ju dua. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë, Jona. Shkojmë me pak marketing dhe rikthehemi me temat e tjera.